por ne përsëri qëndrojmë të bindur në fitoren tonë. Një nga parafolësit foli këtu për Akshin. Ju falënderoj për ekspozen që bët. Kur ndonjëherë, sot shqiptarët, si asnjë kom tjetër, kanë të vjedhura të dhënat e identitetit tyre. Të dhënat më të çmuara. Të dhëna në mirëbesim shtetit tyre, po shteti gangsterve, shteti karteleve, shteti trafikantëve, të dhënat e qytetarëve, ja u dorëzoi atyre. Institucionet i kanë ata. Ndaj dhe, si që dini, nuk ka sot pronar që ka pronë në ti të sigurt, sepse me ligjin e ri të investimeve dhe duart e zeza mbi kadastrën digjitale kanë falsifikuar çdo pronë. Kanë transferuar çdo pronë, kanë zhdukur çdo pronë. Nuk ka sot qytetar që ka asgjë të sigurt në këtë vend. E thatë bukur. Siguria e ilaçeve është zero. Shqipëria është importuesi i plerave medikale të Europës. Ato që hynë në Shqipëri, atë janë të gjitha ilaçet skaduara me etiketa ndrura. Shqipëria është vendi i importimit të ushqimeve skaduara, i sigurisë ushqimore zero. Mafja nuk ka shpirt, mafja nuk ka parime, mafja nuk ka dhe, nuk ka kom, nuk ka fe, ka vetëm paran, krimin dhe paran, dhe ky është regjimi e Edi Ramës. Ndaj dhe, unë e kuptoj, të gjithë keni një pyetje në mendjen tuaj. Kur është kryegritja tjetër? Ditët më të para, pas përfundimit të proceseve në parti. Asgjë në botë nuk na ndal ne, pas në misionin ton, pa larguar nga pushteti, narkodiktatorin dhe regjimin e tij, pa rikthyer në Shqipëri votën e lirë, shpresën, besimin, tarthmen e shqiptarëve. Rrofshi ju, rrof Shqipëria. Faleminderit.